Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendjas mbrin sot në Tiranë një vizitë që shënon rikthimin e palëve në bisedime për ndarjen e kufirit detar. Dendjas takohet fillimisht me homologun e tij shqiptar Ermal Nufi dhe më pas në 12:30 do të ketë një takim kok më kok me kryeministrin Edi Rama, që prej rrëzimit nga gjykata kushtetuese e marrëveshjes së firmosur nga qeveria Berisha në Tiranë, çdo përpjekje tjetër e qeverive të kryeministrit Rama ka dështuar. Pak vite më parë, palët ranë dakord që çështjen ta zgjidhnin me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, por ekipet negociatore nuk u ngritën kurrë për ta përgatitur këtë proces. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë përgatitja e një marrëveshje formale që do t'u lejonte të dy vendeve t'ia paraqesin gjykimin ndërkombëtar mosmarrëveshjen e tyre mbi shelfin kontinental dhe zonën ekonomike ekskluzive. Athina dhe Tirana po kërkojnë të përfitojnë nga ajo që zyrtarët greke përshkruajnë si një fazë pozitive në marrëdhënie dypalëshe. Përballë gatishmërisë së palës shqiptare për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje, Greqia nga ana e saj ka konfirmuar mbështetjen ndaj vendit tonë Bashkimin Evropian. Vetë kryeministri Rama gjatë vizitës së fundit në Greqi tha se kontestimi i marrëveshjes në gjykatën kushtetuese kur ai ishte në opozitë ishte më së shumti shfrytëzim i një momenti politik. E vërteta është më e nuancuar. Nuk ishte që unë isha kundër kësaj, por pasi marrëveshja u bë publike, një personalitet i ushtrisë doli me një artikull të plot mbushur për plot me kritika dhe kjo e ndezi mjedisin, sepse nuk është vetëm këtu, nuk ndodh vetëm këtu që ka një reagim të menjëhershëm kur ka diçka që të bëjë me palën tjetër, por ndodh edhe atje. Në atë kohë ne ishim në opozitë. Dhe unë thash, dëgjoni. This might look like a great gift. Kjo mund të duket si një dhuratë shkëlqyer që mund ta marrim, mund të shkojmë në parlament, mund të shkojmë të dalim në protesta, e mund të thërrasim tradhti. Por nuk është kjo ajo që duhet të bëjmë e që do të bëjmë, sepse nuk kemi kjo lloj partie, por në të njëjtën kohë nuk mund të rrim duar kryq, ndaj do ta çojmë në gjykatën kushtetuese dhe i takon gjykatës kushtetuese të vendosë. Pra, e nxorëm nga kjo fusha e futbollit midis partive dhe tifozëve dhe çuam atje. Kështu funksionoi. Tashmë kemi një marrëveshje me qeverinë greke për të shkuar në gjykatën ndërkombëtare. Kështu do të bëhet dhe pastaj i takon gjykatës të vendosë. Ambicia jonë është të përfundoj brenda këtij viti dhe që vjeshtën e ardhshme ne të deklarojmë që kemi dakordsi për të gjitha çështjet. Ministri Gerapetritis është angazhuar me ministrin tim të jashtëm dhe jemi shumë besim plot.